Video kolumn me titull Konsulata serbe në Shkodër dhe ajo shqiptare në Bujanoc, reciprocitet diplomatik apo hesap i rrezikshëm politik. Paralajmërimi për hapjen e një konsulate të përgjithshme të Serbisë në Shkodër dhe të një përfaqësie konsullore diplomatike shqiptare në Bujanoc nuk mund të trajtohet thjesht si një çështje teknike e marrëdhënieve diplomatike. Në Ballkan, ku historia ende nuk është mbyllur dhe ku kufit, identitetet dhe kujtesa kolektive vazhdojnë të jenë pjesë e politikës së ditës, çdo hap i tillë kërkon shumë më tepër se një arsyetim formal mbi reciprocitetin. Pikërisht këtu qëndron problemi me qasjen e kryeministrit Edi Rama dhe ministrit të jashtëm të Shqipërisë, zotit Ferit Hoxha. Pyetja themelore nuk është nëse Shqipëria mund të hapë një konsulat në Bujanoc, apo nëse Serbia mund të hapë një konsulat në Shkodër. Pyetja do të duhej të ishte: a janë këto dy veprime vërtet të barabarta në peshën e tyre politike, strategjike dhe simbolike? Sepse diplomacia nuk është vetëm matematik, nuk mjafton të thuash një konsulat atje, një konsulat këtu, pra jemi baraz. Në politikën ndërkombëtare, rëndësi ka edhe konteksti, qëllimi, historia dhe mënyra se si një shtet e përdor praninë e tij në një shtet tjetër ku përfaqëson diplomacinë. Në këtë kontekst, Serbia ka një histori që s'mund të fshihet me një marrëveshje të re diplomatike. Ish Jugoslavia u përfshi në një varg luftrash tragjike gjatë shpërbërjes së saj në vitet e 1990 dhe në fund të dekadës edhe në Kosovë. Konfliktet në Sloveni, Kroaci, Bosnjë-Hercegovinë dhe Kosovë lanë pas qindra viktima, miliona të zhvendosur dhe plagë që ende nuk janë shëruar deri sot. Institucionet ndërkombëtare të drejtësisë kanë dokumentuar krimet e kryera gjatë luftrave në territorin e ish Jugosllavisë. Në këtë kontekst, shqiptarët kanë arsye të jenë të kujdesshëm ndaj çdo forme të rikthimit të politikës së ndikimit serb në hapësirat shqiptare. Për dekada, nacionalizmi serb është ushqyer nga ideja se hapësirat ku jetojnë serbët duhet të konsiderohen pjesë e një hapësire më të gjerë politike serbe. Në diskursin e nacionalizmit serb janë shfaqur formula të ndryshme për këtë ide, përfshirë pretendimet se prania e një varri serb mund të shërbesi argument territorial. Absurde apo jo? Pra aty ku ka një varr serb, aty do të duhej të jenë kufit e Serbisë sipas kësaj logjike. Nën këtë pretekst, serbët i filluan të gjitha luftrat gjatë viteve të 90-ta në Jugosllavinë e atëhershme. Pikërisht kjo logjik duhet të kundërshtohet politikisht. Varret janë dëshmi e historisë, por nuk janë tituj e pronësisë mbi një territor të caktuar dhe as bazë pretendimi të sovranitetit. Historia e rajonit tregon gjithashtu se ideja e zgjerimit të ndikimit serb nuk ka qenë vetëm një fenomen i paraluftës. Në shekullin 19 dhe 20 janë hartuar projekte politike nacionaliste që synonin zgjerimin e shtetit serb dhe ndryshimin e realiteteve etnike në territore të banuara kryesisht nga shqiptarët. Në dokumente dhe projekte të ndryshme të nacionalizmit serb, nga načrtania e vitit 1884 te diskutimet e mëvonshme për Kosovën, shfaqet ideja e konsolidimit territorial dhe demokratik të shtetit serb. Një dokument i Parlamentit Britanik mbi planet serbe për spastrimin etnik të shqiptarëve në Kosovë përmend edhe projektet historike të Ilija Garashaninit dhe akademik Vasa Çubrilović si pjesë të këtij konteksti. Edhe memorandumi i Akademisë Serbe të Shkencave dhe Arteve SANU, i njohur si Memorandumi SANU i vitit 1986, mbetet një pikë e rëndësishme referimi në debatin mbi nacionalizmin serb të fundit të shekullit 20. Prandaj, kur sot flitet për praninë e Serbisë në Shkodër, nuk është e arsyeshme që shqiptarëve të thuhet thjesht: mos u shqetësoni, është vetëm një konsulat. Jo, historia nuk lejon një naivitet të tillë.
Konsulata është institucion diplomatik, por çdo institucion diplomatik mund të shërbej edhe si pikë kontakti, pikë ndikimi, komunikimi dhe promovim i interesave të shtetit që e hap. Kjo nuk është domosdoshmërisht diçka e paligjshme, është vetë natyra e diplomacisë. Pikërisht për këtë arsye, Shqipëria duhet të jetë e vetëdijshme se çfarë interesash strategjike mund të ketë Serbia përtej shërbimeve konsullore. Këtu qëndron edhe problemi me Bujanocin. Të vendosësh në të njëjtën peshore Shkodrën dhe Bujanocin, vetëm sepse në të dyja rastet bëhet fjalë për konsullata, do të ishte një thjeshtëzim i rrezikshëm. Shkodra është një nga qytetet më të rëndësishme historike, kulturore dhe politike të Shqipërisë. Bujanoci ndërkaq ndodhet në Luginën e Preshevës, në një hapësirë ku shqiptarët përbëjnë një komunitet autokton dhe ku çështja e të drejtave të tyre, përfaqësimit politik, përdorimit të gjuhës dhe zhvillimit ekonomik kanë qenë prej vitesh pjesë e debatit politik. Prandaj, nëse Shqipëria hap një konsullat në Bujanoc, ajo duhet të jetë shumë më tepër se sa një kundërpesë simbolike ndaj konsullatës serbe në Shkodër. Ajo duhet të jetë një instrument real për mbrojtjen e interesave legjitime të shqiptarëve të Luginës së Preshevës, për ofrimin e shërbimeve konsullore dhe për përforcimin e lidhjeve ekonomike, kulturore e arsimore. Në të kundërtën, rrezikojmë të kemi një reciprocitet diplomatik në letër, por një pabarazi politike në terren. Një gjë duhet t'u bëhet me dije shqiptarëve kudo qofshin ato. Serbia nuk ka hequr dorë nga ambicjet e saj për të qenë fuqia dominuese politike e Ballkanit Perëndimor. Përmes diplomacisë, ekonomisë, energjisë, kulturës, mediave dhe lidhjeve politike, Beogradi ka ndërtuar dhe vazhdon të ndërtojë një rrjet ndikimi në rajon. Dhe për fat të keq, në historinë e shqiptarëve nuk kanë munguar asnjëherë njerëzit që për interesa të ngushta politike, ekonomike apo personale kanë qenë të gatshëm të bëhen pjesë e projekteve që nuk përputhen domosdoshmërisht me interesin kombëtar shqiptar. Prandaj problemi nuk është vetëm te Serbia. Problemi është edhe naiviteti shqiptar përballë strategjive të mirë llogaritura të shteteve fqinje. Hapja e konsullatës dhe bashkëpunimi nuk duhet të ngatrohen me mungesën e kujtesës historike. Një shtet serioz nuk harron historinë e tij vetëm sepse dëshiron të ketë marrëdhënie të mira me një shtet fqinj. Prandaj, Edi Rama dhe Ferit Hoxha duhet të japin përgjigje të qarta për disa pyetje themelore. Çfarë përfiton konkretisht Shqipëria nga kjo marrëveshje? Çfarë garancish ka se prania konsullore serbe në Shkodër nuk do të përdoret edhe për qëllime politike dhe ato të ndikimit? Çfarë do të fitojnë konkretisht shqiptarët e Luginës së Preshevës nga konsullata shqiptare në Bujanoc? A do të ketë Shqipëria një strategji të qartë për mbështetjen e të drejtave të shqiptarëve në Bujanoc, Preshevë dhe Medveq, apo konsullata do të mbetet thjesht një simbol diplomatik? Dhe mbi të gjitha, është kjo marrëveshje një hap drejt normalizimit të mirëfillt rajonal apo një tjetër rast ku Shqipëria po jep më shumë e po merr më pak? Këto janë pyetjet që duhet të bëhen, sepse në Ballkan diplomacia pa kujtesë historike mund të shndrohet në naivitet të madh politik. Shqipëria duhet të jetë për paqe, bashkëpunim dhe fqinjsinë e mirë, por paqja nuk ndërtohet duke harruar historinë. Bashkëpunimi nuk kërkon dorëzim të interesave kombëtare dhe fqinjësia e mirë nuk nënkupton mbylljen e syve ndaj ambicjeve hegemone të askujt. Nëse Serbia dëshiron marrëdhënie të reja me shqiptarët, atëherë ajo duhet të dëshmojë se ka ndryshuar realisht qasjen e saj ndaj fqinjve dhe veçanërisht ndaj shqiptarëve. Historia e Ballkanit na ka mësuar një gjë të hidhur. Kur një shtet ka ambicie hegemone, ai nuk vepron gjithmonë vetëm me ushtri. Ndonjëherë vepron me diplomaci, ndonjëherë me ekonomi, me propagandë, ndikim kulturor dhe rrjete politike. Dhe pikërisht për këtë arsye, çdo hap i ri duhet parë me qetësi, por edhe me vigjilencë, syqelësi. Dhe mbi të gjitha,
Tirana nuk duhet të harroj se shqiptarët në luginën e Preshevës nuk kanë nevojë për një konsulat që shërben vetëm si simbol reciprociteti. Ata kanë nevojë për një shtet shqiptar që e kupton realitetin e tyre, i mbron interesat e tyre legjitime dhe e trajton Bujanocin jo si monedhë këmbimi diplomatik, por si pjesë të një përgjegjësie të vazhdueshme kombëtare dhe evropiane.